Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente të lusim së bashku mbrëmsorën e të dielës, java e 33 gjatë vitit liturgjik C. Psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Krijues i lartë i dritës, që shfaq dritën e ditëve, që në zanafill blaton burimin e dritës së re të botës. Që na gjim urdhëron ditën, t'ja lëshoj vendin mbrëmjes, derdhet ka o si zi, lutjet me lot dëgjoj. Mendja e rënduar nga krimi, të mos mbes pa shpërblim të jetës, ndërsa asgjë se mendon të përjetshmen, veten e lidh pas fajes. Të trokas në zemër të qejve, të nxjerr çmimin një dhënës, çdo dëmi le t'i shmangemi, çdo ligësi të pastrojmë. Na jep o atë plot drejtësi, dhe o bir baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, sundues ndër të gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Zoti do ta shtri pushtetin e vet mbi Sion dhe do të mbretroj për amshim. Aleluja. Psalmi 110. Mesia mbret dhe meshtar. Sepse atij i takon të mbretroj derisa t'i vërë nën këmbët e tija të gjithë armiqtë e tij, thot letra e parë drejtuar Korintianëve kapitulli 15 rreshti 25. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time derisa t'i vë armiqtë e tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd, Zoti do ta shtrijë nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet, në ditën e fuqisate në shkëlqime të shenjta, nga krahrori para yllit të dritës unë të linda. Zoti u përbetua, asesi s'do të pendohet. Ti e prift për amshim, në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretrit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej përrojit, prandaj lar do ta ngrej kokën. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti do ta shtri pushtetin e vet mbi Sion dhe do të mbretëroj për amshim. Aleluja. Antifona e dytë. U drodhën toka dhe deti para fytyrës së Zotit. Aleluja. Psalmi 114. Mrekullit e daljes prej Egjiptit. Ju të gjithë që e keni mohuar botën e së keqës, e keni bërë edhe ju daljen tuaj, krahasoshën Augustinin. Kur Izraeli doli nga Egjipti, shtëpia e Jakobit nga populli barbar, Judeja u bë shejtrorja e tij, Izraeli zotrimi i tij. Pa deti dhe i bëri rrugë, Jordani u kthye prapazi, malet kërcyen si desh, kodrat por si qengja delësh. Çpate o det që ike, e ti o Jordan që u ktheve prapazi, ju o male pse kërcyet si desh, e ju o kodra por si qengja delesh. Dridho o tokë para fytyrës së Zotit, para fytyrës së hyjit të Jakobit, që e shndëron shkëmbi në liçen ujrash, edhe qetën në burim ujë të gjallë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. U drodhën toka dhe deti para fytyrës së Zotit. Aleluja.
Antifona e tretë. Hyj mbretëron, le të gëzoj toka, aleluja, aleluja. Kënga krahaso librin e zbulesës, kapitulli 19, rreshti 1 deri 7. Dasma e qengjit. Aleluja. Shërbim, lavdi dhe pushtet hyj ton. Sepse gjyqjet e tia janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Aleluja. Lavdëroni hyjin ton të gjithë shërbëtorët e tij. Të gjithë ju që e droni, të vegjël e të mëdhenj. Aleluja. Aleluja. Mbretëron Zoti. Hyj ynë i gjithë pushtetshmi. Aleluja. Aleluja. Le të kaldojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdia ti. Aleluja. Aleluja. Sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e ti. Aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Hyj mbretëron, le të gëzoj toka. Aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër i marrë nga letra e dytë e Korintasëve, kapitulli i parë, rreshta 3 deri në 4. Qoftë bekuar hyj ati i Zotit ton Jezu Krishtit, ati i mëshirshëm dhe hyj që jep çdo ngushëllim. Ai na ngushëllon në të gjitha vështirësitë tona, që edhe ne të mund t'i ngushëllojmë të gjitha ata që gjenden në vështirësi, me atë ngushëllim me të cilin hyj na ngushëllon ne. Përgjigja e shkurtër. I bekuar je ti o Zot në lartësitë e qiellit. I bekuar je ti o Zot në lartësitë e qiellit. Ty të qoftë nderi dhe lavdia në shekuj. Në lartësitë e qiellit. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. I bekuar je ti o Zot në lartësitë e qiellit. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Qëndroni, thot Zoti, dhe me qëndresën tuaj do ta shpëtoni jetën tuaj. Kënga e Virgjës së Lume, sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshtat 46 deri 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i brohorit hyjit, shëlbuesi tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt. Qëse që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyji i gjithëpushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni më brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve. I rrëzoi princat prej froneve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. Duke sjellë në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit, e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Qëndroni, thot Zoti, dhe me qëndresën tuaj do ta shpëtoni jetën tuaj. Lutjet e besimtarve. Krishti Zot është kryet e ne jemi gjymtyrët e tij. Ta adhurojmë dhe t'i brohorasim me hare. O Zot, ardh mbretëria jote. Shëlbuesi ynë,
Bëj që kisha jote të jetë sakramenti gjallë dhe i efektshëm i bashkimit të njerëzimit. Dhe mister shëlbimi për të gjithë njerëzit. O Zot, ardh mbretëria jote. Je gjithmonë afër kolegjiumit i peshkvor, bashkë me papën ton Franceskun. Dhe mblidhi në bashkim, dashuri dhe paqe. O Zot, ardh mbretëria jote. Bëj që të gjithë të krishterët të bashkohen në mënyrë të ngushtë me ty. Dhe me dëshminë e jetës ta shpallin mbretërinë tënde. O Zot, ardh mbretëria jote. Bëj që në mbar botën të mbretroj paqja. Që kudo të lullzoj jeta e sigurt dhe e qetë. O Zot, ardh mbretëria jote. Të vdekurve jepu ngjallje në jetën e pasosur. E bëj që edhe ne një ditë të jemi pjesëtar të lumturisë së tyre. O Zot, ardh mbretëria jote. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Bëj po të lutemi, o Zot, hyj ynë, ti gëzohemi gjithmonë për shpirtrisë, pasi lumturia e përhershme dhe e përsosur është të shërbejmë ty, krijuesin e të gjitha të mirave, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjt hyj, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falënderojmë hyjin.